qeft, po në anën tjetër, është një lloj strategjie edhe të bën me mendu që jo për secilën çështje duhet me u konsultu me njëri tjetrin. Ne i dim mendësinë edhe të bashkëshortit gruaja e din, po edhe bashkëshorti e din të gruas. E dim që në do pika të caktuara nuk mundesh betimi me andru mendësinë dikujna që i ka bë 50 vjet. Atash po pritim u revoltu edhe me ndryshu një individ që i kam rigati 50 vjet. Ti nëse dën që ato pika mi pas të forta bashkëshorti yt, mundohu djalit tën mi ja përforcu. Të na është shumë problem me inda ato përgjegjësitë për shembull në familje. Burrat shqiptar, gjenerata e mesme, edhe gjenerata me e vjetër, e kam problem për me inda rolet edhe me marra çdo ditë fshisën e rrymës. Nuk mundesh ti me prit që ata. Ama djalit tënë që e ki dvogël, mundesh mja mësu edhe mja përgadit nusës për jetë, që aja mos me pas të njëjtin problem që te e ki sot.